Çka fitojmë nëse fal namaz? Na fitojmë shumë nëse falim namaz, sepse namazi është shtylla kryesore e fesë tonë. Jemi lidh për shtyllën kryesore, po e kryjmë. E çka fitojmë? Po fitojmë lidhje me Allahun subhanahu wa taala. Kur po na thret ezani, hayya ala salah, eja në namaz. Fjala namaz në gjuhën shqipe nuk është. Po ta shikoni hayya ala salah, me përkthye hayya ala salah, dhe më thonë, e janë në lidhje. Se fjala salah rrjedh prej fjales sila, lidhje. E ja lidhu me Allahun, për kaq momente, për 2 rekat sabahit, për 4 rekat të drekës, 4 të qenise, kështu me radhë, por kështu që ta dish se je duke e kryer obligimin kryesor pas fjales la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah, je duke e kryer këtë urdhën.